Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 11 në News 24. Do të njihemi së bashku me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente. Në Kosovë pritet të nisë nga momenti në moment seanca e jashtëzakonshme për formimin e qeverisë. Seanca ishte parashikuar të niste në orën 10 të mëngjesit, por është përballur me vonesa. I mandatuar është Albin Kurti, pasi lëvizja vetëvendosje doli e para në zgjedhjet e 9 shkurtit. Për të formuar qeverin, Kurtit i duhen minimalisht 61 vota, por ai ka 48 deputet të tij dhe disa nga votat e komuniteteve jo shumicë. Deri tani nuk ka pasur njoftim për ndonjë koalicion, ndërsa është e paqartë nëse ai do të arrijë ta marrë mandatin e tretë si kryeministër. Aty është mbyllur dera nga pothuajse të gjitha partitë. PDK, LDK dhe AK janë shprehur kundër një bashkëpunimi me lëvizjen vetvendosje. E vetmja parti që ka lënë mundësi koalicioni me partinë e Kurtit është ajo e nismës, por edhe kjo ka vënë kushte të cilat lidhen me postin e kryetarit të kuvendit. Kryeministri Rama fillon përfshirjen në fushat dhe sulmet ndaj kundërshtarit të Ogerta Manastirliut për Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj. Sipas tij, opozita, të cilën e quan Kënet, ka gjetur një kandidat aktor i cili jeton me role. Rama bëri thirrje që votuesit e tij të votojnë Manastirliun për kryetare të Bashkisë së Tiranës. Kryeministri Edi Rama për herë të parë komenton kandidatin e pavarur për Bashkinë e Tiranës Flor Binaj, i cili mbështetet nga opozita. Kreu i socialistëve quajti Binaj një aktor i cili i ka bërë të gjithë për të qeshur, por që nuk mund të fitojë Bashkinë e Tiranës. Këneta është kaq i dëshpëruar sa për Tiranën ka nxjerrë një aktor humori në rolin e një kandidati qasmet pavarur, që për vitet tëra i ka bërë për të qeshur të gjithë pa dallim, madje edhe vetë Kongresin e Partisë Socialiste e ka shkrirë gazit kur ka ardhur një herë për të luajtur rolin tim. Prandaj unë nuk e gjykoj hiç as fare keq aktorin për rolin e ri që ka marrë, se aktorët atë punë kanë, me role jetojnë. Po kush voton mua dhe Partinë Socialiste do të votoj Ogerta Manastirliun. Ogertën që t'i jap Tiranës drejtuesin e duhur dhe qeverisë partnerë domosdoshëm në kryet bashkisë për të vazhduar pa u ndalur punën transformuese për kryeqytetin e Shqipërisë 2030, kryeqytetin e Europës së Ballkanit. Duke marrë rolin e një gazetari në podcastin e tij, Rama tha se shumë shpejt në aeroportin e Rinasit nuk do të kontrollohen me pasaportat, pasi këtë proces do ta kryejë një port digjitale. Një tjetër inovacion i bukur që po përgatisim është hyrja në Shqipëri nga aeroporti Nën Tereza pa asnjë ndalesë dhe asnjë kontroll pasaporte, po përmes një porte digjitale, të cilës i mjafton vetëm pamja jote për të verifikuar identitetin tënd, duke e lidhur pamjen elektronikisht me biletën dhe me të dhënat e tua si një pasagjer. Me ministren virtuale Diella, tha kreu i qeverisë, Shqipërisë po i ndryshohet imazhi në nivele ndërkombëtare. Dje në forumin prestigjos Dialogut Global të Berlinit isha i ftuar me Diellën, ministren ton të inteligjencës artificiale, e cila është edhe vetë produkt inteligjencës artificiale, që për herë të parë komunikoi live me një gazetar, me moderatorin e mirënjohur gjerman me origjinë turke Ali Aslan. Edhe një herë tjetër, Shqipëria u përfaqësua me dinjitet dhe me të gjithë fuqinë e ambicies vet për të shkuar përpara. Ndërkohë që e them me shumë krenari se ndryshimi thelbësor i imazhit, po dhe i qasjes ndaj Shqipërisë në Gjermani është tani më një frut që për mua ka një shije të veçantë. Kryeministri Edi Rama në Gjermani nga Deutsche Welle është pyetur për hetimet ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, por shmangu çdo koment drejt për drejt. Ai theksoi se drejtësia ka punën e vet dhe se deri në përfundim të çështjeve të gjithë njerëzit janë të pafajshëm. Si komentoni rastet e fundit lidhur me zonin Balluku, sepse në gjitha mediat sot e kam lexuar që ka një thirrje për bisedë apo ku diun ç'është. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur
çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës. Këto deklarata të kryeministrit Rama bëhen një ditë pas lajmit se zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është vënë në hetim nga prokuroria e posaçme me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Fletëthirja dërguar Ballukut për paraqitje në SPAK mban firmën e prokurorit Dritan Prençi dhe i kërkohet zyrtares së lartë të paraqitet së bashku me një avokat. Prokuroria e posaçme regjistron emrin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku si person në hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Numri 2 i qeverisë Rama 4 sipas burimeve është thirrur të paraqitet në SPAK të hënën më datë 27 tetor me një shkresë që mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prençi. Burimet besuara bën me dije se fletëthirja është dorëzuar zonjës Balluku në adresë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Në fletëthirje zonjës Balluku i bëhet me dije se në momentin e paraqitjes në prokurorinë e posaçme duhet të jetë e shoqëruar nga një avokat, çka në raste të tilla i lajmëron se asaj mund t'i komunikohet akuzë penale. Kjo nënkupton ndërkohë që me gjas SPAK do ta ushtrojë ndjekjen penale ndaj numrit 2 të mazhorancës, pa mas sigurie në këtë mënyrë prokurorët e posaçëm shmangin edhe kërkesën për autorizim në Kuvendin e Shqipërisë. SPAK është i rezervuar për të dhënë detaje lidhur me çështjen që po e heton zëvendës kryeministren Balluku, pasi ndaj saj ka një sër kallëzimesh penale. Përfshirë edhe atë të tunelit të Llogaras ku vlera e tenderit që u fitua nga një kompani turke u rrit me mbi 50 milion euro. I pyetur nga News 24, SPAK deklaroi se nuk ka asnjë informacion për të ndarë me median në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë konfirmohet se janë ushtruar kontrolle në banesat e 2 bashkëpunëtorëve të ngushta të zëvendës kryeministres, si dhe në ambientet e një zyre. Nuk dihet nëse zonja Balluku do t'i përgjigjet fletëthirjes së SPAK dhe në këtë pozitë të re përballë drejtësisë do të vijojë apo jo të qëndrojë në poste qeveritare, apo do zgjedhë të largohet me dorëheqje e ta zhvillojë betejën e saj pa mbrojtjen e Partisë Socialiste. News 24 kërkoi ndërkohë reagim nga zyra e shtypit e zëvendës kryeministres, nëse ajo do t'i përgjigjet thirrjes së prokurorisë, por nuk pati asnjë përgjigje prej tyre. Gjithashtu zyra e shtypit e kryeministrit u pyet lidhur me ndonjë vizitë zyrtare që zonja Balluku ka planifikuar të kryejë jashtë vendit në datën 27 tetor 2025. Shefja e zyrës së shtypit në kryeministri Manjola Hasa tha se nuk ka asnjë koment për këtë pyetje. Belinda Balluku e ushtron detyrën e zëvendës kryeministres që prej korrikut të vitit 2022, ndërsa atë të ministres së infrastrukturës dhe energjisë që prej janarit të vitit 2019. Balluku ishte drejtuese politike e qarkut Fier, kur në zgjedhjet parlamentare të 11 majit fitoi 12 mandate deputeti. Kuvendi i Shqipërisë do të zhvillojë të hënën një seancë të gjatë plenare ku në qendër të vëmendjes do të jenë raportimet e krerëve të institucioneve të drejtësisë. Raportimi i kreut të SPAK, Altin Dumani, pritet të jetë më i ndjekuri, sepse opozita pritet ta sfidojë për hetimet ndaj zyrtarëve të lartë të mazhorancës, ndërsa qeveria e ndjek me shqetësim përfshirjen e figurave të saj kryesore në dosjet e SPAK-ut. Këtë të hënë në Kuvendin e Shqipërisë pritet një seancë plenare me renditje të ngarkuar, pasi do të raportojnë drejtuesit e disa prej institucioneve më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë dhe rendit në vend. Në fillim të seancës, deputetët do të miratojnë proces verbalin e seancës së kaluar dhe më pas do të shqyrtojnë 2 projekt vendime të rëndësishme, atë për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore dhe Komisionin e Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale. Pas këtyre, Kuvendi do të dëgjojë raportimet vjetore për vitin 2024 nga drejtuesit e institucioneve të drejtësisë. Në foltore do të dalë prokurori i përgjithshëm Ursian Çela për të paraqitur gjendjen e kriminalitetit në vend, ndërsa më pas do të raportojë drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Raportimi i Dumanit pritet të jetë ndër më të ndjekurit dhe më të ngarkuarit politikisht. Përballë tij, opozita e udhëhequr nga Sali Berisha, i cili vetë po gjykohet nga gjykata e posaçme pas hetimit të SPAK, pritet të kërkojë llogari për hetimet që kanë përfshirë zyrtar të lartë të qeverisë, ndërsa vetë mazhoranca nuk shihet se do ta pres me entuziazëm, duke qenë se një prej figurave të saj kryesore, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, është aktualisht nën hetim nga SPAK. Kështu Dumani pritet të gjendet mes 2 presioneve të forta politike, një opozitë që e akuzon për selektivitet dhe një mazhorancë që e shikon me shqetësim intensifikimin e hetimeve ndaj njerëzve të saj, duke e kthyer raportimin e tij në një moment të ndjeshëm për balancat mes politikës dhe drejtësisë.
Raporte për punën e tyre do të paraqesin gjithashtu inspektori i lartë i drejtësisë, Artur Metani, kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ili Rusi, dhe kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Mirela Bogdani. Në fund të seancës, deputetët do të zhvillojnë edhe diskutime për çështjet e evidentuara nga zgjedhësit në përrethe. Seanca pritet të zgjasë gjatë gjithë ditës së hënë, për shkak të volumit të madh të raportimeve dhe debateve parlamentare. Deputetja Ina Zhupa është live në një komunikim me qytetarët nga Durrës, si e ndjekim. Që këtu jetohet, mo. Shumë i vitër nuk e lajë. Do me thënë nga të gjitha këto objekte gjurëm arkeologjike, gjurëm të që duhen qytetit. studiu me furçe edhe me dalë të vogël. S'është për të shoh. Nuk prishen. Atë kam Dhe më mbi të gjitha bëhen me projekte pa projekt, që nuk kanë hyrë, nuk i kanë bërë projekte që nuk janë projekte, nuk i kanë vënë në dieni njerëzit kur kanë bërë projekte, i quajnë dhe pasaportat e objektit. Njerëzit edhe tani e kërkojnë me të drejtë na jepni pasaportën e objektit dhe urbanistika e Durrës nuk e di as konceptin e pasaportës së objektit në Durrës, i cili është thënë në projekt. Do me thënë, kjo është një çudi e madhe dhe normal që ata kur ne i kthehemi dhe i themi ti nuk mund të shpronësosh, çuditën kur Si dini ju të drejtat tuaja? Se i dini të drejtat? Duke njerëzit viza. Pash listën, ishte lista e banorëve më të vjetër të Durrësit, ishte thelbi i Durrësit. Pesë brezesh po. Transparenca. Ne e themi nga fillimi në fund. Asnjë nuk ka guxoj të preki pronat e njerëzve pa transparencë, pa i pyetur, pa i marrë në konsiderat. Ligjet shqiptare i kanë shumë të qarta, të zezmit bardh këto. Tani, shikojni, këtu jemi te bulevardi, do po dalim te bulevardi kryesor, që, siç e them unë, do me thënë, bëhet arkitekturë që s'ka lidhje fare me atë që ka trashëguar, por merret vesh që është bërë atraksion për investitor, me apo pa me parat e tyre, por që normalisht vlerash kulturore për ruin. Jo, po i shkatrojnë, në fakt. Po ta shohësh që flasin ndërtesë tu që ruhet si Po. Kjo është shtëpia dhe dyqani im. Po. Domethënë kjo është shtëpia komplet. Në bord tim është kjo dykat qeroz. Po. nuk prishet karikatur. Kjo nuk prishet, këtë e ka Petrit dhe Merita Kovaçi, baba që është deri atje prisja, pra nuk është vetëm kjo. Tashi, për atë shtëpi prishen 3 shtëpi deri ke farmacia, që ti bëhet lulishte. Pra qartësisht selektive. Selektive. Me që është baba dhe mama e drejtorit ujësirësit, mund të ri aty, kurse ti do prishesh se ti nuk je baba dhe mama. Dhe unë i kam me dokumente dhe Ti i zë do hapësirë. t'il jashtë. Se të dua unë lulishte. Që nga kush viti. 100 ca vjeçare. E të mërshme. Edhe unë, tu tash më prishet biznesi, shtëpia, jeta ime. Vetëm për Petrit Kovaçi. Për babën e drejtorit ujësirësit që ai është në SPAK me gjithë jatin. Kështu që kjo është shteti, jam në SPAK, e kam marrë dhe Belinda Balluku në punë dhe mua më nxjerrin jashtë pa punë, edhe në rrugë shtëpi. Më sham dhe shtëpi. Kjo është treguesi i selektivitetit. Qartësisht nuk është projekt. Për këtë e çuam në Çfarë projekt të shkruar? Nuk është projekt për të mirë publike, Kjo është për është mira projekt me na private. heq ne nga qendra. Edhe me bë apartament. Po pra, klienteliste, kush janë klientët e të lidhur me 3 pushtetin, do rri. shtëpi për këtë. Prishe. Rastisht Unë jam vija para që zemër. i bën bingo aty në Demokratëve, njerëzve pa për kraj, Male, e di dhe më dhe. qytetarë Tashi, thjesht. ke ane, më kej se nuk kanë qenë të ndjeni situatës e tjera. ke ane, Keshën ka shumë e ja, rëndë. shive. Prishet muri deri ke shkalla ke farmacia dhe farmacia prishet. Të lutem shive. E nxjerr nga e ushtria italiane, e kam bler këtë foton, ja po ta shikosh tu esercito, detalje të gjitha, dhe këtu ke 1937. Kjo është foto e 1937-ës, kështu më mirë duket. Këtu është shtëpia. Këtu është xhamia. Aty. Këtu është shtëpia, këtu është xhamia dhe kjo është e kohëve të sotme foto. Shtëpia ka datë dhe më të hershme. Më të hershme, po atëherë është fotografuar nga Italia Po fashiste. sepse nga Italia fashiste. Nëse do më të mbash të dokument.
trashëgimin dhe identitetin. Pra ne kemi mbetur në kornizën e shtëpiave që në gjenezën e tyre. Nuk kemi dalë jashtë kornizave dhe nuk kemi bërë as shtesë, kemi munduar të ruajmë. S'ka asnjë arsye pse të shohim se ky është Durrësi, ky ka qenë Durrësi. Dhe pastaj Kalaja, nëse duam se këtu duam të bëjmë lulishte, nëse duam të bëjmë lulishte, lulishten e kemi mbrapa murit rrethues. Po. Më kupton, nuk më pra në logjikën tonë nuk na duket një interes publik që ne të na prishet shtëpia për një lulishte. Ndërkohë që interesi publik janë çështje tjera dhe ne Nëse ta marrim kështu vjet të prishim shtëpitë brenda Kalas Elbasanit, shtëpitë brenda Kalas Beratit, brenda Kalas Vjotatës. Unë kam studiuar në Siena, në Berati është vetë qytet muzej, bie të prishim Berat. Unë vetë kam studiuar në qytetin e Sienës, në Itali, dhe Siena është ndërtuar nga këto muret dhe ka gjithë brenda arkitekturën. Prandaj nuk shëmbet historia vetëm këtu. Ja t'ja shpjegojmë, kjo objekt këtu e ka hyrë nga përpara, nuk e ka këtu. Sepse rrugica ka qenë këtu, që ditë që ke xhamia, më po më fal. Edhe si hyrje nga ka qenë rrugic, pamja ka qenë nga bulevardi. Tash kjo është, tu ka qenë rrugicu, ka pas dritare, Po, tash këtë e thotë ai do ta restauroj, atë 30 metra katror aty do ta prisë, i prish punë këtit, jo se do aty e gjel për thotë ai para ty. Investim publik. Fuqi interesi ka publiku aty, jam dakord. Po, ja bëra këme. Akoma nuk kemi marrë vesh se çfarë skandaloze. S'ka kritere këtu që 300.000 euro. Tu s'ka. Ja bo shteti, se s'ka leksa gjunat. Ky që majmë shtëpinë me bukë, ky dyqani im këtu po them. Ky do prishte se ky do bëhet hapësirë publike për njerëzit, për interes publik. Lulishte kjo këtu. 30 metra katror. Ndërkohë, po, që është me letra me gjitha. Është dërtimi 72. Flasim tu çdo gjë me certifikat. Po. Gjitha, se s'flasim dot ku s'kena letra. Pjesa dytë është urna. Ka fillimi deri në fund, punë të veta sa po ne duam të ditë që si ka mundësi shteti këtë prishka sepse i bo për interes publik, dhe atë e ndërtoka se si prish ka puna amfiteatrit. Kë i prish puna amfiteatrit? Ajo si prish. 4 kaçë. 4 kaçë. Tani ka filluar kjo? Po, ka filluar kjo vjet. Jo, ka marrë leje, është leje e re. E re do Nuk është leje e re. Dhe kjo është prishur një godin 2 kaçë dhe është bërë një godin 4 kaçë. Këtë nuk e prek ti. Dhe ideja është që po ta kishe bërë 10 kaçë do të ta prekte. Se do ishe oligark. Kriteret në dhënien e këtyre lejeve janë rrugë volumit. Absurdi i projektit ka deri rikonstruksione, ku e quan rikonstruksion. Filluar në 1 janar 2024. Kjo do të qëndroj se i duhet trashëgimisë të Durrësit, kurse kjo gjë nuk. Pra ky lokali këtu nuk prishet. Jo, nuk prishet. Kurse ky tjetri gjitur prishet. Gjitha dera aty. Po me çfarë kritere? Me çfarë kriteresh? Kjo është. Se këto janë një lloj larga të teatrit, janë gjitur me njëri tjetrin. Që ne do të donim të drejtonim atyre që kanë hartuar projektin. Kush kanë qenë kriteret e selektimit? Ja të na përgjigjet Bashkia Durrës, qeveria dhe ADF-ja. Pse njëri prishet dhe tjetri nuk që ka filluar, që ka iniciuar projektin. Do të kalojmë këtu ina? Po. Ka leje ndërtimi. Ky me kangjella kështu, me sa di unë, nuk ka leje ndërtimi. Tash ky joni ka qenë 41. Është rekonstruktuar copa atyre me droni është dukur shtesë pa leje, okay? Ka ti sipër atje. Dhe unë i them e keni gabim, e kanë bërë me shifirani tullat, është strukturë duri thot. Muratur druri. Do me thënë e dukshme, është bërë që në 41-shin i thamë është projekt italian për park publik. Si park atje lart. Interes publik. Çfarë interesi publik ke ti në prishjen e një papafingo? Kjo është selektive me gisht. Kjo të prishet se dikujt i ka prishur pamjen apo me të drejtën e strihimit edhe në diktaturë, që nuk dua kur ta marr për shembull, po edhe në diktaturë ai kur të shpronsonte nga kjo zonë, na e kujtonte njëri nga banorët, i ndërtonte diçka ngjitur. Jepte mundësinë të ndërtonte gjë. Kur si jepte një gjë ngjitur, jepte një apartament sipas kurorave. Pra ishte diktaturë, ishte shumë problemi i strehimit ka qenë shumë i keq dhe ndërkohë këtë të drejtë nuk ja mohonte, sepse është e drejta e banimit. Deri këtu. Tani sta afërmira kumbar se të kjo është gjitha për dinjitet për para. Si ban ti e ke këtu? Ja. Të lutem, si ma ku e ka këtu? Kjo është shtëpia jon, banojmë prej 70-80 vjetë. Pasa? 70 vjetë, nuk të më shumë. Ky bëllë qik. Edhe me 5 familje dhe shteti na kanë nxjerrë me 130 metra katror
shtëpi mi fjalë, sikur ne banorë me 40 metra sipërfaqe. Do me këto kanë problemin që nuk i paraqitet fakti dhe gjyqjet kanë filluar të bëjnë, kanë një shtesë në proceset gjyqësore, apelim fakti. Do me thënë janë të gjitha shtesa, këto sjellin ekspertiza me vetëm që ky të marrë të drejtën e sipërfaqes që ka dhe mbas asaj të kërkojë shpërosimin. Po pse ja u manipulojnë që t'u japin më Nuk e dim sepse historia jonë ka filluar që me mbas tërmetit filloi e nxori komplet lagjën e pabanuar, nuk e di nga ministria. Pa po asnjë lloj inspektimi, pa bërë asnjë lloj është me vërtetim është dokument zyrtar që është e Bashkia e Durrës. Me dokumentat vjetra. Që thotë janë prishur, donin të na hiqnin, pa aty rezistun pak dhe nuk lëvizin. Tani na nxorën te shpronësimin për projektin. Që na bën 27 milionë lekë për familje. Që po shikoni vetë aty ku po bëhet gropa është 3000 euro metri katror në ndërtim. Ky është problemi jonë. Nuk është Kjo pjesa fitare, po ta hapësh derën ku ti bëj ke gropa fitare. Bravo. Po kjo nuk prishet. Po kjo është komplet gropa fitare dhe nuk prishet. Ta thash. Si, do me thënë këtu nuk prishet. Që po ta hapësh derën nuk e di. Nëse do hapim derën ty më tash të bëj, është komplet gropa fitare. Sigurisht se kjo. Vetëm arsye është sepse janë familjarë dhe Miqtë e Mirela Kumbaros. Patjetër. Pas ka një histori interesante. Deri këtu është trashëgimnia, pra deri te kjo viza është trashëgimnia, kjo prishet dhe kjo pjesa tjetër nuk prishet sepse ka një specifik. Janë miqtë e Mirela Kumbaros, më thonë. Mirela Kumbaros kudo në këto çështje të trashëgimisë kulturore e pandar dhe kjo pjesa këtej për trashëgimin. Kjo qartësisht është të vësh duart në kokë se logjika këtu s'ka më vend. Tani problemi është duhet ta mbosa shtesa sa gjëna ka shrezime shumë si mur, edhe këtë duan ta prishin të ta bëjnë sipërfaqe gjelbër. Ja ku e ka sipërfaqen e gjelbër, tani kanë filluar më me sipërfaqen e gjelbër. Ka qenë komplet xhungël. Më kupton? Kam pas kërku leje për riparime për gjëna, nuk ma kanë dhënë me idenë që do bëj ti di kështu, do bëj ti di ashtu dhe nuk ishte fjala që do u shponsonit. Dhe edhe kjo është problematika ime, domethënë kam bërë lutje bashkisë për një leje ndërtimi për gjëna, domethënë që unë ta riparoj edhe më vim në kushte normale sa të marrin pronësi, ndërkohë që ti e gatshëm vetë ta ruash. Unë s'dua si lek nga shteti, domethënë që të konsumoj buxhetin apo fondet apo ADF-n, TLL-n, nuk e di këto emra domethënë. Pse këto përdori kur pronari ofrohet vetë për t'i bërë shpenzimet, pra negociohet kjo njerë, pastaj shkohen legët e shtetit. Unë jam lajmëruar, unë jetoj në Belgjik domethënë për vitesh, ka pas jetu mama ime ndjerë këtu tani nuk jeton më. Edhe problemi është që më kanë marrë telefon kryetari i bashkisë, më thotë hajde se po komunës, më fal, kryetari i komunës, do shpronsohet, ka marrë mena 2 motorëve, sikur po kishte filluar luftë. Do me thëmë për i gjohë që normalisht nuk kap se t'i argjosh ato fonde për problemin tim e me veni jepja dikuj tjetër. Nuk as du lek, as du me dhanë, as du me marrë me këto më dhe. E kuptonë, kjo është gjithë ideja. Tani këto thënë me zërë, do me thënë du me shponsu. Kur i kena rezistu Enver Hoxhës, i kena rezistu turqve, italianve, gjermanve, partizanve, tani t'vi puna e kam përsëritë me dikuj tjetër, që do me thënë tani t'vin t'a marrë në thonjë Amerikanët. Këto fondet e di, u mor vesh ai punë tani, e kupton? Tani unë s'di si ta mbroj gjon time, domethënë. Tani ka ardhur puna, domethënë, kemi ala shkallë për ta shumë unë, domethënë e kam diskutuar edhe herë tjetër, domethënë do shkoj vetë, para do t'i denigroj përpara siç po ma bëjnë, kështu do t'ja bëj, domethënë përpara Këshillit të Evropës dhe në Strasburg. Edhe ke ajo do shkoj, domethënë do t'ja vjet sa pankarta aty. Do t'i gjej 10 veta, edhe do shkojmë aty, domethënë do t'ja lejmë aty përpara. Kaq mund bëjmë domethënë, nuk kam çfarë të bëj, po na nxjerrin nga vetja më valla. Pra, duke filluar tash nga këto puseta, tulla, tabela, ndalim. Tu i ke bë gjithë. Ndalim qendrimi, ndalim kalimi. Vazhdojmë këto pemët që shikon ti këtu, gjithë të ndriçueset. Çfarë shikon këtu, edhe në tokë, jo vetëm si për tokës, po do vazhdojmë se kemi kjo shumë pak. Tani këtu jemi, kjo është shtëpia ime dhe aty është Hotel Mediterrano, aty poshtë është torra. Po ta shikosh nga torra, gjithë këto këtu çfarë përmbledh nën tokë dhe mbi tokë. Këto janë investime fal familjes time. Pra po themi të mia personale për komunitetin. Pra ti ke investu për këtë komunitet? Për këtë komunitet, gjithë jo për veten time. Pra më fal. Po s'ka rëndësi, ajo e di. E kemi në tavolinë. Lere ta thot vetë. Kemi në tavolinë atë. Jo, po jemi në tavolinë. Pra, duke filluar dhe atë tabelën, amfiteatri Romak, Muzeu Amësiu, pra të gjitha këto janë investimet e mia. Dhe këto unë nuk dua që të njohin investimet. Këto janë bërë për komunitetin, pra janë humanitare.
por problemi është si ka mundësi që ato kërkojnë, sepse ato kërkojnë që dëshemi gjithë të zonën këtu, për të bërë një rrugicë të vogël këtu, gjë që e ka rrugicë, gjithë turistat kalojnë këtu dhe janë shumë të lumtur. As balt, as shi. Në qoftë se është diell, ja ku i kanë pemët fusin kokën këtu. Natën e kanë të gjithë ndriçimin. Pra në qoftë se gjitha e ke bërë ti. Personale, në qoftë se digjin një projektor, një lamp, jom si puna ti Laverit Beratit. Pra vinë çuna ti ndrojnë. Tani duan t'ja u shëmbën kot. Pra nuk skemi asnjë. Urdo ku është amfiteatri? Ku është amfiteatri? Amfiteatri është shumë larg nga këtu. Jemi fiks 250 metra. Ato kërkojnë shemin dhe këto këtu. Pra kemi një hotel aty që është gjigant, kjo është shtëpia ime. I vetmi hotel në këtë zonë, i vetmi hotel që ka qenë këtu në zonë, i pari në gjithë këtë zonën këtu, pra është hotel Mediterrano dhe ato duan ta prishin nga atje. Është një pjesë tjetër. Tash mund të vazhdojmë? Po. Kjo ishte thjesht pjesë e thënies të investimeve, pra ishte thjesht pjesë e investimeve. Për të kuptuar që ti nuk ke asgjë kundra interesit publik, se i ke shërbuar më shumë se çdo njeri tjetër interesit publik. Ajo që më shqetëson është si ka mundësi që këto personat e ADF-s, Ministrisë të Kulturës, pse mos vinë trokasin, vinë bëjnë një bisedë, pikërisht doshta edhe me mua, se din shumë mirë që ku është investime. Që është detyra e parë. Është detyra e parë të zotëria, ka mundësi të flasim si është problemi, po ç'është shkatrim, pra shkatrim pa njohje, pa asnjë lloj pa diskutuar, pa diskutime, absolutisht. Pra kjo është shtëpia. Por përderisa Durrësi njihet që ka një historik 3000 vjeçar, do të thotë që këto njerëz këtu janë 3000 vjeçar, janë rrëzuar, janë ngritur, kanë lindur, kanë vdekur, po këtu në këtë zonë. Pra kjo është zona, se kjo është qyteti në fund fundit. Kjo është qyteti. Dhe kush është armiku tani, që kush po bëhet armiku këtyre? Jo, qyteti. Po bëjnë këto, po shkatërrojnë qytetin. Pra këto po e prishin. Këto bëjnë armiq, nuk e di se tyre. Ndërkohë që tani do të shkojmë drejt për së drejti me seancën e Parlamentit Kosovës, e ka fjalën kryeministri në detyrë Albin Kurti për të prezantuar qeverinë e re. Ndërtuara mbi vullnetin qytetar dhe ky standard duhet të ruhet, të mbrohet dhe zhvillohet. Kuvendi është tempulli i demokracisë, është vendi ku ballafaqojmë idetë, ku i debatojmë politikat dhe ku i kërkojmë zgjidhjet. Roli i kuvendit në mbikëqyrjen e qeverisë duhet të forcohet, jo për ta ndalur qeverinë, por për ta bërë më të përgjegjshme. Andaj pres që të debatojmë zellshëm për dallimet tona politike, por gjithnjë me respekt për njëri tjetrin, për institucionet dhe për vullnetin e qytetarëve. Debat që mbështetet në argumente dhe argumente që mbështeten në fakte. Unë do t'jem për herë i gatshëm, siç kam qenë edhe në këto 4 vite, për diskutime deri në shterrim. 2 debatet e fundit të këtilla ku kam marrë pjesë kanë qenë prezantimi për projekt buxhetin për vitin 2025 me 11 nëntor vitit kaluar dhe raporti im për qeverisjen 4 vjeçare me 2 dhjetor 2024 me kërkesë të opozitës. Të dyja këto debate kanë qenë shumë orëshe. Bashk duhet të synojmë konsenzus në tema madhore si arsimi dhe shëndetësia, siguria dhe mbrojtja, politika e jashtme dhe ajo e energjisë. Të dashur qytetar, më lejoni së pari t'ju falenderoj juve, ata që votuan lëvizjen vetëvendosje dhe ata që i votuan subjektet e tjera për pjesëmarrjen në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij. Sot duket si kujtim i largët, por 4 vite më parë në fjalimin tim inaugurues, Kosova ishte në ethët e pandemisë e ndërkohë u ballafaqua me kriza shumë fishta. Nga pandemia COVID-19 që kishte të kurrur ekonominë dhe rënduar shëndetin publik e spitalet gjithandej, te kriza e energjisë dhe inflacionit e deri te provokimet e shumta, sulmet e shpeshta dhe agresioni i Serbisë. Brenda një viti siguruam vaksinat në bashkëpunim me aleatët tonë dhe menaxhuam me sukses procesin e vaksinimit të mbi 60% popullatës. Rikthyem shpresën dhe hapëm ekonominë, e cila u rikthye fuqishëm me një rritje prej mbi 10% në vitin e parë të qeverisjes, ndërkohë që patëm një mesatare vjetore prej 6% përgjatë mandatit 4 vjeçar. Kjo çoi në rritje të brutoproduktit vendor, të buxhetit e në hapje të vendeve të reja të punës. Kriza globale e energjisë dhe rritja e çmimeve që kanë prekur çdo familje, çdo biznes, Kosovën e gjeti me një krizë të trashëguar të sistemit energjetik.
termocentrale të vjetra që janë jo vetëm dotëse të ambientit, por edhe të ndjeshme ndaj çdo ndërprerje teknike. Krahas sigurimit të energjisë dhe mbrojtjes së qytetarëve nga rritja e çmimeve përmes skemave të subvencionimit të faturave, investuam në tranzicionin e gjelbërt me investime me energji të ripërtrishme dhe në përmirësimin e eficiencës. E nëpërmjet korporatës së sfidës së mijëvjeçarit, MCC, u sigurua investim prej $236.7 milion në ndërtimin e baterive me kapacitet 107 MW për 2 orë 340 MWh, që e vendos Kosovën në vendin e parë në botë për kapacitetet të baterive për kokë banore. Themeluam bursën shqiptare të energjisë Shqipëri-Kosovë Alpex dhe hapëm ankondin e parë solar prej 100 MW në Kramovik të Raovecit. Në mandatin që na pret do të shqyrtojmë mundësinë e përdorimit të resursit më të vlefshëm që e kemi. Përdorimin e linjitit përmes gazifikimit për gjenerim të energjisë elektrike. Ky do të jetë projekti më i rëndësishëm në dekadat që do të vinë. Ofruam pakon më të madhe mbështetëse për përballje me inflacionin dhe krizën energjetike si përqindje e brutoproduktit vendor. Në Bankën Botërore kaluam nga përfitues në donator, ndërkohë që shënuam rritjen më të madhe ndonjëherë në gjithë indikatorët e demokracisë, sundimit ligjit dhe të korrupsionit. Unë nuk kam qenë vetëm kryeministri i shqiptarëve, por edhe i pakicave kombëtare apo i komuniteteve jo shumicë, të cilat përbëjnë rreth 8% të popullsisë të ne dhe janë pasuri e shoqërisë sonë. Kemi lansuar masën e veçantë të punësimit për 2000 qytetarë të komunave të Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës Veriut, dhe përveç kësaj në Kosovë, në polici, janë punësuar 199 kadet serb prej nëntorit të vitit 2022 e këtej, dhe i kemi nga pranvera e vitit 2023, mbi 100 të punësuar me kontrat pune të vazhdueshme në 4 komunat veriore dhe mbi 200 me kontrat mbi vepër. I kemi ndo 12.3 milion euro për 129 projekte kapitale për komunat me shumicë serbe gjatë vitit 2023 dhe 11 milion euro të tjera në 2024 për 150 projekte kapitale. Ndam 3.9 milion euro përmes Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës për rrugë në vendet e banuara me komunitetet jo shumicë në Dragash, Graçanic, Istog, Klokot, Mamush, Mitrovice Veriut, Novobërt, Partesh, Prizren, Ranilug dhe Shtërps me një gjatësi totale për 65 kilometrave dhe plus 1.8 milion euro nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për shtëpinë e kulturës dhe të rinisë në Mamush, si dhe gjysmë milion nga Ministria e Ekonomisë për projektin për ujë të pishëm në fshatra me popullat jo shumicë në Raovec. Në vitin 2023, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka dyfishuar mbështetjen e komuniteteve jo shumicë me 88 projekte të përkrahura me më shumë se 400.000 euro, ndërkaq në vitin e kaluar Ministria e njëjtë ka vazhduar mbështetjen për 73 projekte tjera me vlerë prej 367.000 euro. Me bazën e re ligjore, është mundësuar shpallja e konkurseve për vendet punës vetëm për komunitete jo shumicë. Deri tani konkursi janë hapur Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë për Komunitete dhe Kthim, Ministrinë për Zhvillim Rajonal dhe në zyrën e Kryeministrit. Të nderuar deputet, gjatë këtyre viteve jemi përballur me provokime të vazhdueshme dhe me sulme të shpeshta të Serbisë, e cila solli 4 herë brenda 2 viteve të para qeverisë ushtrinë e saj në kufirin me Kosovën. Patëm 2 sulme të mëdha terroriste në banjës të Zveçanit në shtator 2024, që e la të vrarë rreshterin e policisë, heroin e Kosovës Afrim Bunjakun, si dhe në infrastrukturën kritike në kanalin Ibër-Lepens në varag të Zubin Potokut në fund të nëntorit të vitit kaluar. Ndërkohë kishim edhe barrikadat, bojkotimin e institucioneve dhe sulmet ndaj institucioneve të shtetit në veri të vendit, si dhe sulmet ndaj misionit të NATO-s, KFOR-it, Policisë së Kosovës dhe gazetarëve nga struktura kriminale të lidhura me Beogradin zyrtar. Por sikur më parë, u trefishua buxheti për forcën e sigurisë Kosovës, vinë nga të gjitha komunitetet,
u katërfishuan trajnimet jashtë vendit dhe u shumëfishuan investimet në blerjen e armatimit. Ndërkohë, kontraktuam sistemin antiraketor Javelin, dronët luftarak Bayraktar, helikopteret Black Hawk, si dhe fabrikën e municionit. Së fundme, arritëm marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shqiprinë dhe Kroacinë. Si rezultat, ushtria e Kosovës sot është më e fortë e më e madhe se kur më parë. Në anën tjetër, policia e Kosovës shkatroi 135 grupe kriminale, mbylli 37 rrugë ilegale, 27 prej tyre në veri të vendit, ndërtoi 9 stacione të reja policore në veri për kontrollin e kufirit dhe në bashkëpunim me institucionet e ndjekjes mbylli 10 struktura ilegale në veri dhe anë mban vendit, të cilat për vite me radhë vepronin të paprekura e të papenguara. E krye terroristi dhe grupi i tij që vrau rreshterën e policisë Kosovës, heroin Afrim Bunjaku, u luftuan në një nga operacionet më të sofistikuara që dëshmoj forcën dhe profesionalizmin e lartë të policisë Kosovës. Sot grupet kriminale që kryen sulme terroriste në veri janë shkatruar. Strukturat ilegale janë mbyllur në masë, dokumentet ilegale janë zëvendësuar me ato të Republikës, dinari është zëvendësuar me euron, siguria është rritur, sovraniteti është forcuar dhe kryekriminali Radojčić është në arrati, i kërkuar nga Prokuroria e Kosovës me një akt akuzë prej 160 faqesh për të dhe për 44 shokët e tij paramilitar e terrorist. Kosova sot, të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më e sigurt se kur më parë. Të gjitha këto sfida që i patëm u përballën me sukses, ndërkohë që sfidat edhe i kemi kthyer në mundësi për progres. Si kur më parë pra, investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe luftimin e kriminalitetit, në politika sociale për nënat e fëmijët, për të rinjtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe bizneseve të vogla. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar në çdo cep të Republikës. Shteti që po e ndërtojmë bashkarisht nuk zgjedh midis zhvillimit ekonomik dhe drejtësisë sociale, por i përqafon të dyja si shtylla të pandashme të progresit dhe të mirëqenjes së përbashkët. Ne besojmë thellësisht se një ekonomi e fuqishme dhe një shoqëri e barabartë janë të ndërlidhura, se bizneset dhe startupet nuk janë vetëm motori i rritjes, por edhe kontribues i mirëqenjes së përgjithshme. Vizionin ton e realizojmë jo vetëm mbi parimet tona politike, si dhe mbi vlerat që i kemi të mishëruara në kushtetutën tonë. Mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, garantimin e dinjitetit njerëzor, të drejtat e komuniteteve jo shumicë dhe barazin për çdo qytetar pa dallim. Këto janë udhërrëfyes për çdo vendim që marrim, për çdo reformë që nisim. Ushtria dhe policia e Kosovës sot një mend janë më të forta se kur më parë dhe Kosova është më e sigurt, e më e drejtë dhe më e barabartë, por puna vazhdon drejt reformave të domosdoshme e për këtë unë kërkoj edhe pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve jo shumicë përveçse të shumicës shqiptare. Do të vazhdojmë investime që ta forcojmë sovranitetin për të garantuar të gjithë qytetarët tonë të kenë paqe e siguri në familjet, në rrugët, në lagjet e në komunat e tyre. Pavarësisht përkatësisë etnike, ata do të jenë të mbrojtur dhe të përfaqësuar e pjesëmarrës të barabartë në Republikën tonë. Kosova është një dhe e pandashme dhe askush nuk do të jetë mbi ligjin, por as jashtë tij e anash tij në asnjë pjesë të saj. Institucionet tona sot janë më të besueshme dhe më të qëndrueshme se kur më parë, por jemi të vetëdijshëm që po jetojmë në një kohë të breshtë të sigurisë. Bota sot është shumë ndryshe prej asaj para 5 vjetëve. Bota sot është më e paparashikueshme dhe më e pasigurt që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Nga Ukraina deri në lindjen e mesme, tensionet po e transformojnë hartën gjeopolitike. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Mbretërinë e Bashkuar dhe me NATO-n dhe me vendet mike nuk do të lëkundet sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë.
sepse ne nuk jemi vetëm pjesë e kontinentit evropian, por pjesë e vlerave të tij, lirisë, solidaritetit dhe barazisë. Në këtë kohë të ndryshimeve të mëdha, jam i bindur që nuk kemi rrugë tjetër përveç se të gjejmë gjuhën e bashkëpunimit për interesat vitale. Ne duhet të rrisim investimet në mbrojtje e në mirëqenie. Këtë e kemi bërë dhe do ta bëjmë edhe në vijim. Në 4 vitet e ardhshme, do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të ri, do ta shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të zhvillojmë dronët luftarak made in Kosovë. Nga kufizimi i lëvizjes e vetë kufizimi në antarësimi e njohje të reja, siç e dini, përveç se u liberalizuan vizat me Bashkimin Evropian, Emiratet e Bashkuara, Izraelin e Tajlandën, u bëm antar në organizata e mekanizma të rinj ndërkombëtar, aplikuan për antarësim Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian, kurse Kenia e Sudani tashmë e njohin Republikën e Kosovës. Sepse kur zhvillohet ekonomia, luftohet korrupsioni e krimi, kur fuqizohet sundimi i ligjit dhe institucionet, kur investohet në siguri, në paqe e në mbrojtje, kur rritet mirëqenia dhe investimet, hapen dyert e mundësive për të gjithë qytetarët dhe imazhi i shtetit përmirësohet. Do të vazhdojmë të mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe përfaqësimit të barabartë, sepse besojmë që fqinjësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal i kontribojnë paqes dhe sigurisë në rajonin tonë. Do të punojmë me çdo që shtrin dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbin do ta ndjekim përmes dialogut dhe zbatimit të marrëveshjes bazike e aneksit zbatues nga Ohri. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështje rregullimit të marrëdhënieve mes 2 shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e kurse se ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme. Qeveria do të mbrojë dhe zbatoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi në çdo cep të vendit. Të nderuar deputet, para nesh kemi raundin e balotazhit për zgjedhjen lokale dhe në prill të vitit që vjen, në fakt në mars të vitit që vjen, ato për president të ri të Republikës. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian raportoi se Russia Today Balkan dhe Sputnik Serbia, të mbështetur nga Rusia, publikuan rreth 60 artikuj, vetëm në janar si vjet, për zgjedhjet në Kosovë me qëllim përhapjen e dezinformatave dhe manipulimin e opinionit. Lufta hibride është bërë normë. Nëse para 5 viteve ishte lajm aty ku kishim luftë hibride, sot është lajm nëse nuk ka luftë hibride. Avancimi i teknologjisë dhe personalizimi i përmbajtjes në rrjetet sociale ka bërë që qytetarët të ekspozohen gjithnjë më shumë ndaj informatave që ushqejnë atë që psikologët e quajnë konfirmim i animit. Prirja për të besuar vetëm informacionet që përforcojnë bindjet ekzistuese. Për fatkeq, lajmet negative dhe polarizuese tërheqin më shumë vëmendje dhe gjenerojnë më shumë klikime se sa ndonjë lajm pozitiv. Me ardhjen e inteligjencës artificiale, gjenerimi i përmbajtjeve të tilla është përshpejtuar dhe shumëfishuar dhe ky trend nuk duket që do të ndalet. Kjo është sfidë për të gjitha demokracitë e Kosova nuk bën përjashtim. Dezinformata nuk është vetëm problem etik i gazetarisë, është kërcënim për sigurinë, për të vërtetën dhe për demokracinë. Zgjedhjet, demokracia dhe sistemi ynë ligjor varen nga e vërteta dhe nga një qytetar i mirë informuar. Si shoqëri duhet të lundrojmë me kujdes midis lirisë së shprehjes, që është themel i demokracisë, dhe dezinformimit që shfrytëzon këtë liri në dëm të saj. Ne jemi demokraci dhe republikë dhe asnjëherë asnjë qeveri nuk duhet t'u tregojë qytetarëve apo mediave çfarë të thojnë apo çfarë të publikojnë. Por nëse duam që demokracia të mbrohet, atëherë është përgjegjësi e secilit që ta mbrojë atë. Të nderuar deputet, qytetar dhe partner ndërkombëtar,
Në mandatin që shkoi, Kosova dëshmoi së shembulli demokracisë dhe i zhvillimit në rajon, me rritjen më të madhe ndonjëherë në të gjithë indikatorët e demokracisë. Tani është koha të tregojmë se jemi shembulli inovacionit dhe i drejtësisë efikase. Në këtë mandat, reforma në drejtësi do të hyjë në fazën e saj vendimtare. Do të vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet. Jemi duke ndjekur seancën për votimin e qeverisë së Kosovës, do të rikthehemi sërish seancës në momentin kur të jetë votimi i qeverisë, ndërkohë që shkojmë me të tjera informacione. Kompania Miell Tirana ka festuar 30 vite sukses, cilësi dhe traditë, duke shënuar një rrugtim të suksesshëm që ka nisur që në vitin 1995. Kompania Miell Tirana ka festuar 30 vjetorin e themelimit, duke shënuar një rrugëtim të suksesshëm që ka nisur në vitin 1995 dhe ka zënë një vend të veçantë në industrinë ushqimore shqiptare. Gjatë këtyre 3 dekadave, Miell Tirana është bërë sinonim i cilësisë, besueshmërisë dhe inovacionit, duke furnizuar mira familje dhe biznese me produkte mielli të standardeve më të larta. Presidenti Miell Tirana Roland Hysa tregon rrugëtimin e 30 viteve të kompanisë. Në këto 30 vite kemi ndërtuar jo vetëm një kompani, por një trashëgimi, një emër që lidhet ngushtë me preparimin e industrisë ushqimore. Miell Tirana nuk është një ndërtesë apo disa makineri. Miell Tirana është një marrëdhënie, janë një grup njerëzish, duke filluar nga punonjësit, nga drejtuesit, nga distributorët në përrethe, nga klientët tonë. Kompania ka investuar vazhdimisht në teknologjinë moderne evropiane Bühler, në përmirësimin e proceseve të prodhimit dhe në garantimin e sigurisë maksimale ushqimore. Në ceremoninë e 30 vjetorit morën pjesë bashkëpunëtor, klient, partner tregtar dhe figura të njohura të botës së biznesit, për të ndarë momente reflektimi mbi rrugëtimin e kompanisë dhe vizionin për të ardhmen. Maj shoku ju. Diçka që Zoti e ka organizuar askush nuk mund ta ndryshojë. Dy burra të moshave të ndryshme nga kombe të ndryshme u takuan në rrugën e Zotit për të ndihmuar njëri tjetrin në bizneset e tyre. Kjo ndodhi në Bullgari dhe në Shqipëri. Industria tashmë është pastruar nga pluhuri dhe sot mund të gëzojmë një mjedis normal biznesi. 30 vjet Miell Tirana, duat ju përgëzoj të gjithëve për arritjen e këtij momenti historik. Është kënaqësi të shikosh që dedikimi juaj e bën Miellin Tirana atë që është sot, një kompani që sjell produktet më cilësore në vend. Partneriteti ynë është bazuar gjithmonë në respekt, besim dhe angazhim të përbashkët për cilësi. Duke festuar këtë moment të rëndësishëm, kompania riafirmon misionin e saj për të qenë gjithmonë një partner i qëndrueshëm në tryezën shqiptare, aty ku cilësia dhe tradita takohen. Me arsyetime të ndryshme mbi një qeveri që se kanë me numrat se kanë me mbështetje as sot. LDK nuk sheh arsye për debat, LDK nuk do të bëj debat, LDK s'do të dëgjoj asfarë asnjë debat. Na keni thënë numrat e kemi, na keni bllokuar për 8 muaj një shtetëtar, urdhëroni, mateni veten me numra demokratik nga kjo legjislaturë. Çdo arsyetim tjetër është dërgesë drejt zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme tek të cilat po shkojmë si duket të gjithë. Ju faleminderit gjithëve. Rodhën e ko përfaqësuesi i subjektit politik Lista Sërbe. Faleminderit, kryetar. Të nderuar, në periudhën e kaluar kurti-1 dhe kurti-2, ju keni nxjerrur shumë vendime të cilat kanë qenë në kundërshtim me dhe kanë qenë në kundërta në komunitetin serb. Ju nuk keni sjell dhe asnjë vendim të mirë as për komunitetin serb, as për komunitetin shqiptar. Ne nuk do të marrim pjesë në këtë debat, por duan të themi që ju i keni shkelur drejtat e komunitetit serb. Ne nuk do ta mbështesim këtë qeveri. Ju faleminderit.
Rodhën e ka përfaqësuesi i grupit parlamentar AK-Nisma. Kush flet? Deputeti Ramush Haradinaj, fjalën i lutem regjia. Të nderuar deputet, nderuar korp diplomatik, media, dashur qytetarë të Kosovës. Ne sot kemi ardhur të kryejmë detyrën tonë të deputetit, për që dhe ne jemi kritikue gjatë këtyre muajve nga të gjithë. Ne ndëgjuam një shpjegim të deputetit që ka marrë të drejten me i dhënë vendit qeverin tani dhe zyrtarisht nga presidentja, e pam që ishte një lloj shfaqësimi për gjendjen e vendit, për problemet që ka vendi, kuptohet ka mujt mu shfaqësua dhe i grim ma shumë, me shpjegu pak edhe pse jemi në sanksione, pse na është ndalu dialogu strategjik, pse çmimi i energjisë është rrit kaq shumë e kem probleme në prodhim. E kjo listë ka mujt me qenë gjatë. Tani edhe ne, si Aleancë, nuk dëshirojmë, pra nuk e shohim të rrugës të rendit, që të debatojmë për një program qeverisës, të një qeverie në ardhe, sepse nuk na u dha. Nuk kemi asnjë material me shkrim të ndonjë programi qeverisës për vitet që vijnë, që është praktik e zakonshme, pa shihet që deputeti që u paraqit në emër të shumicës nuk ka program qeverisës fare, nuk është nda deputetëve të paktën me pa dikush. Në ato premtimet që i tha se pagën minimale 500 euro, pensionet, lehonat, edhe disa premtime tjera, nëse vim qeveri në opozita, do t'i përmbushim pak ma mirë. Nikosisht, edhe investimet sigurie, mbrojtje do t'i rritim ma shumë, kuptohet, në rende ligj nuk dojmë me u bo me të korruptumt, po me prokurorin, misionet e drejtësisë, me donë ka atyne, për fund i nderuam deputet që u paraqite këtu në emër të shumicës, ma viti pak kjo arsyeja pse e çeke luftën hibride sot. Pas kaq vitesh ti në këtë foltore, për mendimin tim i nderuar, ti e produkti i luftës hibride të armiqve tonë, pra ty të kanë kriju, ti ke ushqy këtë luftë hibride në këtë vend, në vazhdimsi, ti ke punu sistematikisht me diskreditu çdo vlerë ti vendi, disa për qelve dhe i vujnë pasojat sot e drejtësisë ndërkombëtare, disa ma herët, dhe si i këtil një ditë, po, është e vërtet, lufta hibride e han ato, i cili e ka ushqy atë luftë, e ta shtkar dhe rada, besoj edhe ty, të roj sukses. Rodhën e ka grupi multietnik, flet deputeti Elbert Krasniqi. I nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar qytetar, grupi multietnik i përbër prej 8 deputetëve e mbështet qeverinë Kurti 3. Jemi mirënjohës edhe vlerësojmë lartë kontributin e kësaj qeverisë Kurti 2 në përmirësimin e gjendjes dhe jetës së qytetarëve të komuniteteve pakisë në Kosovë. Jemi të bindur që kjo mbështetje do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe për këtë ne 8 deputet do ta mbështesim. Ju falenderoj. Faleminderit, nuk kemi deputet tjerë të paraqitur për fjalë. Të nderuar kolegë deputet, kam përfunduar diskutimet. Një sqarim shkurt procedural lidhur me zgjedhjen e anëtarëve të qeverisë nga rrodha e komuniteteve që nuk janë shumicë. Në bazë të 96 paragrafit 5 Kushtetutës Kosovës,
Zgjedhja këtyre ministrave dhe zëvendës ministrave do të vendoset pas konsultimit me partitë me koalicionit ose grupet që përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë në Kosovë. Nëse caktohen kandidat jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, pra po flasim për kandidat për pozitën e ministrave, atëherë për këta ministra, zëvendës ministra kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të Kuvendit, për të cilët u përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetore dhe kandidatëve të pavarur të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin në fjalë. Në rastin tonë kemi kandidatin Senur Veshall, i cili nuk është deputet dhe prandaj para se të procedojmë me votimin e kabinetit qeveritor, duhet të marrim miratimin për ministrin e propozuar nga rodhët e komunitetit jo shumicë jo serb, të cilit i kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të komunitetit jo shumicë jo serb. Po me fjalë tjera, nderuar kolegë deputet, ju nevojiten s'poku 6 vota për deputetëve nga ky komunitet. Të nderuar kolegë deputet, jeni gati, lus regjin dhe deputetët vetëm nga komuniteti jo shumicë jo serb të përgatiten për votim për kandidatin Senur Veshall. Votojmë tash. Të nderuar kolegë deputet, kemi 7 vota për, me fjalë tjera konstatoj se kemi miratimi formal të shumicës së deputetëve nga rodha e komunitetit jo shumicë jo serb për kandidatin e propozuar. Nderuar kolegë deputet, tani do ta marr prezencën e deputetëve të pranishëm në soll, prandaj ju lutemi regjist dhe deputetëve të bëheni gati të votoni për prezencën. Votojmë tash. Atëherë, prezent janë 110 deputet, pro kemi kurumën e mjaftueshme procedurë. Të nderuar deputet, tani dua t'ju njoftoj se në bazë të neni 95, paragrafi 3 të Kushtetutës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Me fjalë tjera, nevojiten së poku 61 vota për. Prandaj, lus deputetët dhe regjin të bën gati për votimin e rodhës për zgjedhjen e qeverisë së Republikës Kosovës. Votojmë tash. Të nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 52 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Ju njoftoj të nderuar kolegë deputet se sipas nenit 95 paragrafit 4 të Kushtetutës, përgjegjësia tani kalon sërish te presidentja, e cila pas konsultimeve me subjektet politike dhe brenda një afati prej 10 ditësh, ka mundësinë të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër sipas së njëjtës procedurë. Të nderuar kolegë, të dashur qytetor, këtu i mbyll punimet e kësaj seance të jashtëzakonshme. Faleminderit e shihemi në seancën e radhës. Ka përfunduar kështu seanca për votimin e qeverisë së re të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje nuk ka mundur do të sigurojë shumicën e votave për të formuar qeverinë nga 61 votat e nevojshme. Lëvizja vetëvendosje ka mundur të sigurojë vetëm 56 vota, ndërsa 52 ishin kundër dhe 4 deputet të Kuvendit të Kosovës kanë abstenuar.
Kështu, Albin Kurti nuk mund të formoj qeverin dhe i takon Zonjës Osmani, presidentes e Republikës së Kosovës, që të mandatoj një forcë tjetër politike të dala nga zgjedhjet e 9 shkurtit për formimin e qeverisë re të Kosovës. Zoti Kurti, pasi bëri një rezume të punëve të bëra nga qeveria, paraqiti edhe planin për qeverin e re, planin 4 vjeçar për qeverin e re, gjithashtu edhe emrat e kabinetit qeveritar, por në fund votat ishin të pamjaftueshme dhe lëvizja vendosje nuk ka mundur të siguroj votat për të patur një shumicë në kuvendin e Kosovës, numrin prej 61 votash, por ka patur vetëm 56 vota në këtë votim. Shkëputemi tani për publicitet.